RTK-ja ka pas një buxhet sipas ligjit dikon 8.848.000 euro, ndërsa me rishikimi nda edhe 500.000 euro të tjera, që gjithsej buxheti i RTK-s ka qenë 9.348.000 euro, fjala gjithnjë për mjetet buxhetore, ndërsa ka pas edhe tyra të veta, që dikon 20% që kanë qenë mbi pjesës së krejt shpenzimeve, që gjithsej buxheti i RTK-s vetëm nga mjetet buxhetore është 11.248.000, fjala është me mjetet buxhetore dhe me tyra të tjera, ndërsa shpenzimet RTK-s për vitin 2014 kanë qenë 12.110.363 euro apo 108%. Derisa ne kemi lejuar mjetet edhe kemi qenë një farlloj arke për RTK-n, ka kërkuar nga RTK-ja të dorëzojë komisionit një raport të detajizuar për çmimën e borxhit të akumuluar, që konsideroj do të marrim informacione sot për borxhin, se këta kanë megjithatë kanë pas një borxh qysh më herët, rrjedhën e krijimit të këtij borxhi dhe planet për mënyrën dhe afatet kohore për shtirjen e borxheve. Por ajo që neve më shumë të na intereson është ajo që ka të bëjë me tejkalimet. Tejkalimet kanë ndodhur në paga dhe mëditje, tejkalimet kanë ndodhur në mallra dhe shërbime, tejkalimet kanë ndodhur edhe në obligimet komunale që janë këto. Po tejkalime nuk ka në investime kapitale. Në këtë periudhë, do të thonë, normal që nga tabela numër 4 shpenzimet për periudhën raportuese janë më të mëdha se të hyrat, që sqaroj një gjë që vitin 2014 ne ka atakuar me shumë sfida që është dashur të kalohen edhe që të mbërmbushen, e cila edhe nuk përjashton edhe në aspektin financiar, domethënë të ketë implikim. Është rasti i cili është dashur të përmbushet edhe aspekti ligjor hyjnë me RTK-s. Ka mundësi me ditë mënyrë publike sa borxhe ka Radio-Televizioni i Kosovës, edhe kujt ne ka borxhe, edhe çysh keni hyrë me çfarë rregullore, me cilën ligj keni hyrë në çdo borxhe. Me çdo rregull financiar mbi 30% nuk mund më shku në paga dhe me ditje. Ana e dim specifikat e RTK-s, por më shku në paga me ditje 6.869.000 euro e investime kapitale 623.000 euro, kjo është e papranueshme. Pas thritjes numrit punëtorëve, shpenzimeve me arsye që ju do të jepni në vazhdim, a keni shfrytzuar ndonjë parametër matës mbi bazën e shikueshmërisë deri tani me televizionit juaj apo në krahasim me televizionet e tjera? Pas gjithë këtyre shpenzimeve dhe këtij stafi të shtuar, është shqetësuese këto kontratat mbi vepër? Dhe më intereson të di, a keni rregullore të punës për cilësi, meqense jeni për një raport financiar, por që është një rast që po takohemi për cilësi të punës. Nga se po shohim ad hoc emisione të reja, seriale të reja nga të cilat nuk po marrim atë çka dëshirojmë. Nëse krahasohemi me periudhat e kaluara, 2012-2011 dhe më përpara, ka pas projekte që kanë qenë, domethënë, një projekt ka kushtuar shumë shtrejt. Tash jemi mundu, domethënë, me sa ka kushtuar një projekt në 2012 ose në 2011, ne kemi bërë dikon 10 projekte me të njëjtën kostos. Domethënë, kemi tentuar që me pas sa më shumë program me koston e cila, domethënë, përpara ka qenë veç për një program. Me fjalë tjera, nëse ju nuk bëni një propozim deri në tetor lidhur me financimin e RTK-s, ju keni me pa financim. Edhe atëherë kena me pas shumë të lashë lidhur me sigurimin e mjeteve, që kena me orë në periudhën sëgër para precizimit të këtyre neneve kur je kemi financu, do me thonë ko pas kohë edhe me shumë të lashë. Në në qësë në votim kush është për me dërgu e raportin e RTK-s në seancë për shërtim. A jemi për me dërgu? A ka kundër? Jo. A ka abstenim? Jo. Në mënyrë unanime dërgojmë raportin e RTK-s për shërtim në seancën e radhës kur ta rëndit Kryesia e Kuvendit.